që duhet ndoshta më ndryshu komplet kurrikula mas pari edhe përgatitjes mësuesve, po njëkohësisht edhe duhet ketë shumë a shumë materiale, emisione dhe përmbajtje dhe për edukimin e prindve. Së në menoj që ai fëmia është produkti prindit. Nuk mujna na me i thonë adin që domosdoshmi rrjete sociale se prindi, për shembull fëmia ti sa dush fali për fëmijës, fëmia në fund kopjon çush vepro baba, jo ç'a thot baba. Kështu që nëse e sheh babën aktualisht në sens të keq, sa dush ti fali thuj s'bën babës. Kështu që në këtë situatë na mendoj që duhet me mas pari me pas materiale që prind me i përgadit që do të më bo prindrimi. Sa janë të vetëdijshëm vetë prindrit për të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtjen ligjore të tyre? Jo të gjithë, unë nuk besoj që të gjithë e kanë këtë njohuri, edhe pse sot jemi në një kohë ku unë mendoj që përkrahën fëmijët, hudhën dhe thot para nesh, para gjithë shkaje, por për të drejtat e tyre jo të gjithë dhe thot kanë njohuri, nga se i arsytojnë edhe një pa drejt që mund me ju bë në shkollë, në shoqëri, në një rreth, në punë për shembull dhe kudo tjetër. Andaj edukimi, kjo vjen edhe nga media, ku edhe ne mundohemi shumë të krijojmë dhe të plasojmë informacione përmes emisioneve tona, si të familja, si të kjo dhe të tjera, do thot që duhet të dallojnë edhe informacionin e vërtet nga dezinformimi, që është shumë rëndësishme e që shumë vështirë edhe këtë e kanë dhe ta kuptojnë vetë prindrit për t'i edukuar edhe fëmijët. Veç diçka me plotësu nëse bën se më duhet Pa tjetër se andaj u fokusova më shumë gjatë bisedës me juve. Unë mendoj që na nuk kemi problem, fëmijët sot janë shumë inteligjent. Sepse janë të rritur me një ambient me gjitha parakushës dhe predispozitat për më zhvillu. Edhe mirëqenia është shumë e mirë se që ka qenë kaluar. Problemi është edukimi moral. Domethënë sot na nuk kemi edukim vleror, jo edukim informativ. Domethënë fëmijët sot kanë informacion shumë. Fëmijët i kanë krejt mundësinë, domethënë me pas dije, i mësojnë ka 2-3 gjuhë YouTube. Domethënë janë shumë inteligjent me absorvu informacion edhe dije. Mirë po problemi është që s'kanë edukat morale. Edhe rrëdhëmisht, mendoj që duhet institucionet e arsimit, Ministri Arsimit, Akademia Shkenca, Universitetet, që landët me tematikat formimit moral edhe vleror me i përfshi ma shumë shkolla. Se sot që tu krizat e bullizimit nuk është për shkak të ignorancës ose mos leximit mirë, ose mos njohjes gjuhëve, ose mos njohjes gjeografisë, matematikës e fizikës, është si rezultati mungesës të formimit moral fëmijëve dhe prindve tyne. Bullizimi, ngacmimi seksual, ngacmimi në shkolla, shpërndarja materialeve intime, hyrja në marrëdhënie të hershme seksuale, shtatzania në shkolla në fillore të mesme, që do më thonë të gjitha këtu, abortimet të hershme, gjitha këtu, turpe që shoqënia mundohet hala me im shef, apo kupton, do duhet që me gjetë ilaçin, e sa e ilaçi është formimi i dur moral. Unë e kum pa, ka familje që përkushtohet shumë fëmijë, edukon mirë, me virtyte morale, është fëmija zakonisht edhe me edukat në shkollë. Ka fëmijë, cilët do më thonë janë shkëlqyshëm nota, po janë fëmijë, mund të them, pa shkollum, janë që i bullizojnë tjertë, për shkak që s'kanë virtyte morale, nuk kanë pa të prindë vetë, nuk kanë punu prindë, as nuk i kanë qu, edhe rrjedhimisht unë mendoj që unë jam edhe, për fund, jam edhe admirus ose mbështetës asaj që edhe baza fetare, edhe baza e përgjithshme morale duhet jetë pjesë e kurrikulës shkollore, sepse njerëz nëse njohin edhe Zotin, edhe vlerat morale, të cilat e nxisin për që me bo më të mirë drejt Zotit, kjo mundet me qenë motiv shtesë që me ndërtu një gjenerat më të mirë për shoqëni. Azran, e di që duhet ju liroj, faleminderit shumë që kontribuat në këtë pjesë të programit.